Pse njerëzit kanë frikë nga afërsia? Shumë njerëz sot thonë se duan dashuri, duan lidhje, duan dikë që i kupton vërtet. Por sapo dikush afrohet, shumë fillojnë të tërhiqen. Dhe ndoshta kjo është një nga kontradiktat më të çuditshme të njerëzit modern. Njerëzit kanë frikë nga vetmia, por shpesh kanë edhe më shumë frikë nga afërsia e vërtetë. Sepse afërsia nuk është vetëm ngrohtësi. Afërsia është edhe rrezik. Rrezik për t'u parë ashtu siç je vërtet. Rrezik për t'u lënduar. Rrezik për të humbur kontrollin emocional. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse kaq shumë njerëz sot ndërtojnë mure emocionale pa e kuptuar fare. Psikologjia moderne e lidh këtë me attachment theory, teoria e lidhjes emocionale. Sipas kësaj teorie, mënyra si lidhemi me njerëzit formohet shumë herët në jetë. Nëse dikush rritet duke ndier pasiguri emocionale, mungesë stabiliteti apo frikë nga refuzimi, truri fillon të lidh afërsinë me dhimbjen. Dhe më vonë, edhe kur njeriu dëshiron dashuri, një pjesë e tij trembet prej saj. Kjo është arsyeja pse disa njerëz bëhen emocionalisht të largët pikërisht kur lidhja fillon të bëhet serioze. Jo sepse nuk ndjejnë, por sepse ndjejnë shumë. Dhe kjo i tremb. Ka njerëz që duan afërsi, derisa dikush fillon t'i njohë vërtet. Derisa dikush fillon të shohë dobësitë e tyre. Frikërat, pasiguritë, plagët emocionale. Pastaj gradualisht fillojnë të tërhiqen. Më pak mesazhe, më pak afërsi, më shumë heshtje. Sepse afërsia kërkon diçka që shumë njerëz modern e kanë të vështirë, cenueshmëri. Dhe cenueshmëria është e frikshme në një botë ku shumica janë lënduar të paktën një herë. Ka njerëz që dikur u hapën plotësisht me dikë dhe u shgënjyen. Ka njerëz që besuan shumë dhe humbën. Ka njerëz që dhanë zemrën e tyre dhe mbetën emocionalisht të raskapitur. Dhe truri i mban mend. Psikologët kanë zbuluar se truri njerëzor mëson nga dhimbja emocionale, pothuajse njësoj si nga rreziku fizik. Pas zhgënjimeve të forta, sistemi nervor fillon të krijojë mekanizma mbrojtës. Një prej tyre është distanca emocionale. Sepse në mendjen e shumë njerëzve, afërsia është e lidhur me mundësinë e dhimbjes. Dhe kështu krijohet paradoksi modern. Njerëzit duan lidhje por kanë frikë nga thellësia që ajo kërkon. Shoqëria moderne e përkeqëson këtë edhe më shumë. Sot gjithçka është bërë e shpejtë. Marrëdhëniet, komunikimi, vëmendja. Njerëzit afrohen shpejt dhe largohen edhe më shpejt. Ghosting, lidhje sipërfaqësore, frikë nga komitment, emocione të paqarta. Dhe gradualisht shumë njerëz fillojnë të humbasin besimin tek afërsia e qëndrueshme. Sepse kur gjithçka duket e përkohshme, zemra fillon të mbrohet automatikisht. Erich Fromm shkruante se dashuria moderne shpesh është bërë më shumë konsum se sa lidhje reale. Njerëzit kërkojnë ndjesi, jo gjithmonë afërsi të vërtetë. Sepse afërsia reale kërkon kohë, durim, hapje emocionale, besim. Dhe këto gjëra janë bërë të rralla. Ka diçka interesante tek njerëzit që kanë frikë nga afërsia. Shpesh duken shumë të fortë nga jashtë, shumë të kontrolluar, shumë të pavarur, por thellë brenda vetes shpesh janë njerëz që kanë pasur nevojë për siguri emocionale për një kohë shumë të gjallë. Carl Jung besonte se njerëzit ndërtojnë maska për t'u mbrojtur nga dhimbja. Dhe ndonjëherë ftohtësia që shohim tek dikush nuk është mungesë ndjenjash, është vetëm mbrojtje. Sepse ka njerëz që nuk dinë më si të jenë plotësisht të hapur pa u ndier të pambrojtur. Dhe ndoshta kjo është tragjedia moderne. Shumë njerëz janë të uritur emocionalisht për afërsi, por njëkohësisht të frikësuar prej saj. Prandaj ndonjëherë njerëzit sabotojnë vetë marrëdhëniet e tyre. Kur dikush afrohet shumë, fillojnë të gjejnë arsye për t'u larguar. Fillojnë të ftohen, të dyshojnë, të mbyllen. Jo gjithmonë sepse personi tjetër ka bërë diçka gabim, por sepse sistemi i tyre nervor është mësuar ta lidhë afërsinë me rrezikun emocional. Psikologët e quajnë këtë avoidant attachment. Një stil lidhjeje ku njeriu dëshiron afërsi, por trembet kur ajo bëhet reale. Dhe kjo është shumë më e zakonshme se sa duket.
sidomos tek njerëzit që janë lënduar emocionalisht në të kaluarën. Ka njerëz që duan të dashurohen por nuk dinë më si të ndihen të sigurt në dashuri. Dhe kjo krijon një lodhje të heshtur emocionale. Sepse njeriu fillon të luftojë me vetveten. Një pjesë thot, afrohu. Tjetra thot, mbrohu. Dhe kjo betejë e brendshme I lodh shumë njerëz pa e kuptuar fare. Marcus Aurelius shkruante se shumica e vuajtjeve njerëzore vijnë nga frika. Dhe ndoshta një nga frikërat më të mëdha moderne është kjo, frika për të njohur plotësisht nga dikush. Sepse kur dikush të njeh vërtet, ekziston mundësia të lëndojë vërtet. Dhe shumë njerëz nuk duan ta përjetojnë më atë dhimbje. Prandaj bëhen emocionalisht të rezervuar. Mbajnë distancë. Flasin pak për veten. Nuk tregojnë gjithçka që ndjejnë. Sepse kontrolli emocional u jep ndjesi sigurie. Por problemi është se afërsia reale nuk mund të ndërtohet pa hapje emocionale. Nuk mund të ketë lidhje të thellë pa rrezik emocional. Dhe ndoshta, kjo është arsyeja pse kaq shumë marrëdhënie moderne duken sipërfaqësore. Sepse njerëzit afrohen fizikisht por jo emocionalisht. Flasin gjithë ditën por nuk tregojnë kurrë atë që ndjejnë vërtet. Dhe gradualisht krijohet një botë me shumë kontakt por pak lidhje reale. Ka edhe një arsye tjetër pse njerëzit kanë frikë nga afërsia. Shumë prej tyre kanë humbur veten në marrëdhënie të mëparshme. Kanë dhënë aq shumë emocionalisht sa kur gjithçka mbaroi, mbetën bosh. Dhe pas kësaj fillojnë të kenë frikë nga lidhjet e forta. Sepse nuk duan ta humbasin përsëri veten. Ndoshta kjo është arsyeja pse disa njerëz duken më të qetë vetëm. Jo sepse nuk kanë nevojë për dashuri, por sepse vetmia ndonjëherë duket më e sigurt se sa rreziku emocional. Por ironia është kjo. Njeriu nuk është krijuar për izolim emocional. Truri ka nevojë për lidhje reale, për siguri emocionale, për afërsi njerëzore. Studimet tregojnë se njerëzit që ndihen emocionalisht të lidhur jetojnë më qetë, kanë më pak stres dhe sistem nervor më të balancuar. Sepse afërsia e vërtet I jep trupit ndjesi sigurie. Problemi është se shumë njerëz nuk dinë më si ta ndërtojnë atë siguri. Sepse janë mësuar me largime, me paqartësi, me zhgënjime. Dhe gradualisht fillojnë të besojnë se distanca është mënyra më e mirë për të mbrojtur zemrën. Por ndonjëherë muret që ndërtojmë për të mos u lënduar bëhen edhe arsyeja pse ndihemi vetëm. Friedrich Nietzsche shkruante, frika më e thellë nuk është të jesh vetëm, është të jesh I pambrojtur. Dhe ndoshta shumë njerëz sot jetojnë pikërisht mes këtyre dy frikërave. Frikës nga vetmia dhe frikës nga afërsia. Ka njerëz që duan dik pranë, por sapo fillojnë të ndihen emocionalisht të lidhur, panikosen. Sepse lidhja reale kërkon besim. Dhe besimi është bërë I vështirë në një botë ku shumë njerëz janë lënduar emocionalisht. Por ndoshta, forca e vërtet nuk është të mbash gjithmonë distancë. Ndoshta forca është të guxosh të jesh I hapur përsëri edhe pasi je lënduar. Sepse pa cenueshmëri nuk mund të ketë afërsi të vërtetë. Dhe pa afërsi të vërtetë, njeriu gradualisht fillon të ndihet emocionalisht bosh. Ndoshta kjo është arsyeja pse shumë njerëz ndihen të lodhur sot. Jo sepse nuk kanë njerëz rreth vetes, por sepse kanë shumë pak lidhje ku ndihen plotësisht të sigurt emocionalisht. Dhe ndoshta pyetja nuk është, pse njerëzit kanë frikë nga afërsia? Ndoshta pyetja e vërtet është, sa herë duhet të lëndohet një zemër përpara se të fillojë të ketë frikë nga lidhja? Sepse shumica e njerëzve nuk janë bërë të ftohtë rastësisht. Ata thjesht po përpiqen të mbrojnë pjesët e tyre që dikur janë thyer. Abonohu në kanal për më shumë video rreth psikologjisë, emocioneve, marrëdhënieve dhe anës së heshtur të natyrës njerëzore. Ndoshta disa biseda dëgjohen më mirë natën.